Mirëmbrëma të dashur shikues, jemi takuar sërish në këndin universitar. Sot do të ndalemi tek një personazh, tek një profil interesant, një student i cili ja ka dalë të realizojë ëndrrën e tij dhe të bëhet pedagog në universitetin që e rriti profesionalisht. Unë ju ftoj të ndiqni një insert të shkurtër që flet për jetën studentore dhe akademike të këtij personazhi dhe më pas e zbulojmë në studio së bashku. Kjo është rruga që ai përshkon çdo ditë për të ardhur në universitetin ku u formua profesionalisht. Sot i jep mësim në familjen e madhe që mban emrin Kristal. Të pandashme janë kujtimet kur dikur frekuentonte këtë universitet si student. Fabian, pse keni zgjedhur Universitetin Kristal? Rikthehemi në kohë. Një arsye kryesore pse kam zgjedhur unë ishte stafi akademik. Me fjalë, shumica profesorëve që jepnin në Universitetin Kristal ka qenë dhe vazhdojnë të jenë ndër profesorët më të kërkuar në fushën ekonomike, të paktën në aspektin ku unë jam arsimuar, si për ciklin bachelor dhe për ciklin master. Fabian Pietri ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Biznesit dhe Teknologjisë. Falë rezultateve ekselente, ai u mbështet nga stafi akademik dhe aktualisht është pjesë e tij. E ndërsa kthehemi në kohë, ai kujton jetën studentore në Universitetin Kristal. Çfarë të kujton një sallë leksioni, tani të kam ulur në bank, të kam vënë sërish në pozicionin e studentit, edhe pse pedagogët gjithmonë mbeten në rolin e studentit, pasi dia është e pafund. Ke drejt. Po të shikoni një fjalë, ndjenja e studentit vazhdoi siç e thashëm më përpara, ti jam akoma edhe vetë student, vazhdoj studimet e ciklit 3 doktoraturë, por të ulesh sërish në bankat si student pranë Universitetit Kristal, ka një ndjesi të veçantë. Kujton periudhën kur isha vetë student, mënyra se si dëgjoja pedagogët teksa shpjegonin normalisht kushtet me të cilat zhvilloi mësimi, ndjekja leksionet si me projektor të ndryshme për specifika të ndryshme. Çfarë kujtojmë nga jeta studentore, qoftë aktivitetet ku keni marrë pjesë, qoftë orët e leksionet që kishe më tepër pasion të ndiqje me shumë vëmendje, edhe pse dihet që përkushtimi juaj ka qenë maksimal, padyshim. Po. Për sa i përket jetës time studentore, kam marrë pjesë shumë në disa aktivitete që ka zhvilluar shkolla, si kam marrë pjesë në konferenca të ndryshme që janë zhvilluar pranë Universitetit Kristal, kam marrë pjesë në disa punime që janë botuar tek revista Universitetit Kristal, punëtime shkencore, po. Kam marrë pjesë në një seminar special që është bërë në Universitetin Kristal, ku ka qenë i ftuar një profesor hollandez me famë botërore, i cili dha një cikël leksionesh të hapura. Krahas profesorëve të tjerë shqiptar të nderuar, më dha dhe mua mundësia që të isha prezent dhe ta dëgjoja këtë profesor. Ishte me të vërtetë diçka e veçantë, pasi profesorin e fjalë është ndër profesorët më të mirë në botë. Të qenit akademik për Fabianin ka qenë një ëndër e cila fal vullnetit, punës, këmbguljes, është kthyer në realitet. Por me modestia i shprehet se do të mbetet student, pasi dia kërkon gjithmonë studim. Ka qenë e vështirë kjo rrugë, por djali shtat lart. Gjithmonë kujtohet si Fabiani që nuk u nda asnjë ditë nga librat. Profesor Dr. Berberi, juve drejtoni Departamentin e Menaxhim Biznesit dhe Administrimit Publik, apo jo? Sigurisht keni kontakte të vazhdueshme edhe me studentët të cilët janë përkrahur dhe tashmë janë pjesë e këtij universiteti, duke dhënë kontribut si akademik apo si pedagog të rinj. Rasti i Fabianit në fjalë, çfarë mund themi për profilin e tij? Fabiani bën një veçori nga të tjerat, të them drejtën. Është një djalë i cili ka një vullnet të jashtëzakonshëm, ka një autodisiplinë shumë të veçantë, shumë të dallueshme nga të tjerët dhe sigurisht që ka dhe një intelekt shumë të mirë. Është një djalë i cili punon me objektiva shumë të qarta në veten e tij, që kur ka qenë student dhe në vazhdim.
Gjatë gjithë kohës nuk e ka ndarë, ka qenë karakteristike e tij, laptopin nga krau dhe një çantë të madhe me libra për të gjitha orët e mësimit që ai kishte. Domethënë ishte i pajisur me libra sikur të ishte një nxënës i shkollës mesme, siç ka mbetur karakteristike e kohëve të vjetra. Ka qenë një djalë shumë punëtor dhe puna e tij, objektivat e tij, vlerësimi për veten, kanë dhënë rezultatin e vet. Fabiani është aktualisht një student i doktoraturës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë. Pra ai është një specialist i përgatitur dhe që është vlerësuar dhe nga pikpamja akademike dhe nga një universitet tjetër. Pra nuk është se ne bëjmë një lëvdat të vetes tonë. Pra ne themi një realitet objektiv i cili është vlerësuar me të njëjtën masë edhe nga institucionet të tjera akademik. Dhe unë e pyes vazhdimisht për ecurinë e tij dhe kam vënë re që edhe atje ai ka një grind, ka një ego shumë të madhe, shumë të mirë, jo vetëm për të realizuar brenda afateve të caktuara marrjen e titullit doktor i shkencave, por dhe me rezultate shumë të mira. Aktualisht ai kishte një provim para rreth një muaji gjysmë, kishte marrë me sa diun diku afër 7-s dhe ka vajtur dhe ka hyrë për herë të dytë dhe ka marrë 9 ose 10, por ka rrezik 10 në atë provim. Bashkëpunimi me pedagogët, studentët, dëshira për të shërbyer tek Fabiani janë lejtmotivi që e shtyn atë të ecë përpara. Fakulteti i Biznesit dhe i Teknologjisë dhe në përgjithësi Universiteti Kristal ofron një mbështetje të fuqishme për studentët ekselent. Rasti në fjalë i Fabianit është një prej tyre, do e konsideroja një pedagog mjaft aktiv, energjik dhe mbi të gjitha ajo dëshira që ka, le të themi, për t'u angazhuar dhe për të reflektuar një kulturë pozitive dhe për auditorin, domethënë, e konsiderojmë mjaft pozitive dhe në përgjithësi fryma jonë është drejt bashkëpunimit, drejt përfshirjes së këtyre elementeve që janë të rinj, por mund të jenë gjithashtu me një background mjaft të mirë dhe të kualifikuar, pikërisht për të qenë në funksion të vazhdimësisë dhe të rritjes së cilësisë së mësimdhënies në Universitetin Kristal. Është satisfaksion të shohësh nxënësit tuaj të cilët tashmë janë bërë kolegët tuaj, edhe pse duke qenë nxënës sërish mbeten koleg, pasi sigurisht fryma e bashkëpunimit është e dukshme në këtë universitet. Natyrisht, aq më tepër kur le të themi janë relatat krijuara më përpara dhe të cilat avancojnë, ndikojnë dhe më pozitivisht pikërisht për të rritur rezultaten pozitiv, domethënë për të rritur bashkëpunimin. Dhe normalisht kjo sjell një eficiencë edhe për departamentin dhe për Fakultetin e Biznesit dhe të Teknologjisë. E ke menduar ndonjëherë që do ishe pedagog? Thënë drejtën e kam pasur, që kur kam qenë student, pëlqente procesi mësimdhënies, edhe kisha aftësinë që merresha me shokët e mi mata që nuk mësonin shumë dhe mësojmë një bashkë. Gjoja kohën time duke u shpjeguar ushtrinë dhe kam pas gjithmonë si me dëshirë këtë lloj profesioni. Jemi rikthyer sërish në studio. Pra jemi me Fabian Pietrin, një student i Universitetit Kristal i cili tashmë është pedagog. Mirëmbrëma Fabian. Mirëmbrëma. Fabian, ne në fakt paraqitëm një insert shumë të shkurtër rreth jetës tuaj studentore dhe akademike. Ajo është shumë e gjatë, eksperienca dhe sigurisht mbi të gjitha ka qenë edhe e lodhshme, por edhe e bukur apo jo. Çfarë ndjesie ju dha ky insert? Po, me fjalë kur shikova insertin, dhe një herë rishikoja veten kur isha student, me kujtonin kujtimet e fillon të më vinin ndërmend disa kujtime kur isha student. Që në momentet e para kur erdha në Universitetin Kristal, më kujtohen hapat e parë kur vija rregullisht si student, ndjeqja studimet pranë korpusit të Universitetit Kristal. Kujtohen shumë kujtime si me shoqërinë, po ashtu edhe mësim
procesin mësimor, ndjekja mësimit. Si ka qenë zgjedhja? Pse keni zgjedhur Universitetin Kristal? Në fakt, unë në atë insert nuk kam futur gjithçka që ju keni thënë, sigurisht, pasi do doja që ta zbulonim këtë së bashku këtu në studio. Po, përsa përket zgjedhjes, zgjedhja ishte një nga arsyet kryesore pse unë zgjodha Universitetin Kristal ishte stafi akademik. Në stafi akademik, në listën kur shikoja profesorët të nderuar që jepnin mësim, ishte një nga shtysat kryesore të cilët më bën që unë të zgjedhja Universitetin Kristal. Po kështu, kampusi ishte vërtet i mrekullueshëm, një tërheqje shumë e madhe për gjithë studentët dhe një prej tyre isha dhe unë që të vija pranë këtij universiteti. Këto janë dy nga elementë kryesorë që më kanë bërë që ta zgjedhja Universitetin Kristal. E në fakt si rezultoi kjo zgjedhje në vite? Fjala se zgjedhja është një zgjedhje mirë e cila ka ndikuar shumë në formimin tim profesional, pasi në sajtë kushteve mjaft moderne që ka pas universiteti, praktikave mësimore që kemi zhvilluar dhe dashamirësisë e pedagogëve të cilët më kanë dhënë mësim dhe më kanë ndihmuar shumë në formimin tim profesional, unë i falenderoj Universitetin Kristal për këtë ndihmës që më ka dhënë dhe e kam si një element plus, sepse këtu të gjithë pedagogët kanë dëshiren dhe mënyrën e shpjeguar të bëjnë shumë më të mirë për studentët të cilët studiojnë. Pasi ata, mënyra se shpjegojnë mësimin është vërtet, duke qenë me një gradë mjaft e lartë në procesin e mësimdhënies, e shpjegojnë mësimin si ti në artist, po të themi të vërtetën. Mënyra është shumë e veçantë se të gjithë studentët të kenë mundësi që ta kuptojnë atë çfarë thotë pedagogu, profesori përkatës. Kjo është... Ndërsa ju keni kaluar vite të gjata studimore këtu, pasi keni përfunduar edhe masterin në Universitetin Kristal, do të kujtojnë ndonjë emër, ndonjë lidhje të veçantë me ndonjë pedagog? Mua më kanë dhënë një numër i madh pedagogësh. Ndër më të veçantë do të përmendja profesor Aristotel Panon, profesoresh Ingrid Shulin, profesor Lavdosh Zaun, profesor Feja Dhucin, profesor Bashkim Berberin, dhe një numër të madh të tjerë pedagogësh, të cilët kanë lënë bresa të veçanta dhe kanë ndikuar në formimin tim profesional. Një të veçantë. E ndërsa do të ndalesha pak tek diploma. Po. Cili ka qenë pedagogu që ju ka udhëhequr dhe çfarë do të mbajë mend, sepse diploma është puna e parë që bën një student, një kërkim i mirëfillt shkencor dhe aty ndoshta fillon të ndihesh në profesionin tënd. Po. Profesori që më ka udhëhequr mua është profesor Eleza Osmani. Është një nga profesorët më të mirë që jep mësim në shumë universitete. Krahas Universitetit Kristal, në Universitetin e Durrësit, jep në Universitetin e Shkodrës, jep dhe në Maltezi dhe në Kosovë. Ky është një nga profesorët më të mirë përsa përket fushën e financë dhe ajo ishte zgjedhja e cila departamenti ma sugjeroi që të ishte profesori udhëheqës për temën time. E nëse ndalemi tek diploma, cila ka qenë tema që ju keni mbrojtur? Përsa përket temës së diplomës, duke pas profesor Elezin si udhëheqës, kemi pas sistemin financiar shqiptar përballë krizës ekonomike botërore. Pra, mënyrën se sillen të gjithë agjentët financiarë në Shqipëri, duke filluar që nga bankat, kryesisht bankat e nivelit dytë, fondacionet e ndryshme që operojnë në Shqipëri, agjencitë e sigurimeve, pasi këto janë zërat kryesorë që përbëjnë sistemin financiar shqiptar. Sa ju ka ndihmuar praktika universitare, dikur student për të bërë këtë temë diplome? Po, përse përket praktikës ka luajtur një rol thelbësor, pasi në sajtë e departamentit ku unë studioja në financë, na bëjmë një zgjedhje të cilën unë do shkoj të bëj një praktikë. E zhvilluam pranë një filiale të një banke të nivelit dytë dhe po kështu kam bërë edhe praktikë tjetër profesionale. Pra në institucion? Në institucion, po, dhe një praktikë tjetër e kam bërë pranë një biznesi privat. Kjo të dy... Si do ta kujtosh atë praktikën? Po, praktika është... Nëse rikthehemi retrospektiv në kohë. Kuptoj. Praktika është diçka shumë e vlefshme, pasi në praktikë shumë gjëra ndryshojnë nga ana teorike, pasi aty merr hapat e punën që ke mësuar, ti duhet ta praktikosh dhe ta realizosh që me qëllimet e tua, që çdo gjë ta bësh sa më thjesht. Këto janë disa elementë. Po kështu, kur kam punuar, ose më saktë kur bëra praktikën në firmën private, një pjesë të mirë të çdo gjë që është bërë në literatura e hedhem edhe në praktikë.
njëra më treguan se si duhet funksiononte, si hedheshin faturat për shembull të ndryshme llogar, shpenzimet që bënte kompania, si bëshin qeqet, si bëshin pagesat dhe të vëshës në ministrë. Pra, të gjitha kanalet e ati profesioni që ju ushtroni aktualisht, nëse në praktik do të ndaleshin pak tek praktika, si ka qenë ndjesia duke i bërë një baraspesh midis atyre leksioneve që ju keni marrë në sallat e leksioneve këtu në Universitetin Kristal dhe tashmë të testuara në teren? Si ndihesh ti Fabian? Edhe pse duhet thënë që sigurisht ju keni qenë ndër ekselentë tek këtij universiteti. Prandaj dhe mbështetja ka qenë maksimale edhe nga ana e stafit akademik apo presidentit edhe e të gjithë strukturës organizative të këtij universiteti. Po, po të shikojmë paktën në rastin konkret që jam unë, profesorët më kanë ndihmuar shumë, se gjatë procesit mësim-dhënies kemi bërë edhe gjatë orëve të leksioneve dhe orëve të seminarëve kryesisht na tregojnë element si veprohet në praktik dhe në momentin kur unë u ballafaqova në momentin e parë me praktikën, nuk kisha, për shembull, është ajo ndjesia e emocioneve, por e shikoja që dija t'i bëja, nuk kisha asnjë lloj problemi. Dhe arrita të përshtatesha shumë shpejt me praktikën, që kërkonte subjekti ekonomik ku bëra praktik, për shembull. Po për sa i përket punës kërkimore që ju keni zhvilluar në laboratorët përkatës të departamentit ku keni qenë pjesë si student, çfarë mund të kujtojmë dhe sa të vlefshme kanë qenë këto orë kërkimore për më vonë pra? Po, një ndihmës veçantë, siç më ka dhënë edhe profesorët të cilët punonin në laboratorin dhe qendrën kërkimore të departamentit financës. Nëpërmjet tyre arrita të piqem më shumë dhe të formohem në aspektin financiar, pra në aspektin ku unë supozoj që do vazhdoj punën rregullisht dhe ato më kanë dhënë një kontribut mjaft të madh pasi më kanë ndihmuar që edhe në hartimin e temës time të kem edhe element veçantë të cilët unë i kam mësuar në këto laboratore mësimore. Përveç kësaj, edhe këto punime që kam bërë në laborator së bashku me profesorët e cilët më kanë mbikëqyrur dhe më kanë udhëhequr, kanë ndihmuar shumë në formimin tim profesional. Fabian, ne do të ndalemi dhe tek jeta akademike juaj tashmë në një tjetër status në pedagog. Por gjithsesi unë do t'i ftoja shikuesit të shohin pak publicitet, një hapësirë e shkurtër dhe rikthehemi sërish në këndin universitar. Ju keni një rrugë përpara. Rrugën e dijes. Eje edhe ti, studiu me ne në Universitetin Kristal, këtë vit të ri akademik. Fakulteti Shkencave Mjekësore, Fakulteti Inxhinieris, Fakulteti Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, Fakulteti Ekonomisë, Fakulteti i Arteve, Universiteti Kristal, i akredituar institucionalisht. Projekto të ardhmen tënde. Shëndeti juaj dhe i familjes tuaj është diçka e çmuar që meriton të gjithë vëmendjen. Për ta garantuar atë, INSIG vjen me një rritje unike të thjeshtë dhe ekonomike. Paketa e sigurimit të jetës dhe shëndetit është shërbimi më i ri INSIG që kujdeset për ju në mënyrë të veçantë. Siguroni jetën dhe shëndetin tek INSIG. Është bukur të besosh atij që vërtet të je. INSIG, i madh dhe i sigurt. Bizol, vaj gjeneratës së re, gjithmonë gri. Vaj motorit Bizol, do të thotë, kujdes profesional për çdo lloj motori. Bizol gri. Një gamë plot vaj gjerman që siguron qëndrueshmëri, besueshmëri dhe një produkt të përsosur për motorin e mjetit tuaj. Bizol, një hap përpara. Bizol Green, distributor zyrtar në Shqipëri. RGSHA. Mirdita, 67 litra të litra. Dhe karta nuk mungon, ha? Gjithmonë me vete, përfitoj shumë. Urdhroni 68. Faleminderit. Sigur thatë 67. Po shkarta bonus, sa herë që mbush makinën gjithmonë përfitoj litra fale. Okej, atëherë. Gent, ku po shkon? Po i të regjistrojmë edhe unë. Mirë do ta bësh. Kastranti dhe makina jeton gjatë. Klinika dermatologjike dhe estetike Dermovita ofron këto shërbime. Vizita dermatologjike,
trajtimi akneve, ekzaminimi nishaneve me dermatoskop, ekzaminim dhe trajtimi rënjes së flokëve, peeling kimik, trajtimi djersitjes, depilim me lazer, botox dhe fillers, trajtimi kallove dhe i mykut të thonjve, dopsim, për 10 ditë mund të humbisni 5 kg, trajtim anticelulit, masazhe, pastrim dhe trajtim fytyre, testim dhe përcaktimi tipit të lëkurës, maska të llojeve të ndryshme për fytyrën. Të gjitha këto në pranin dhe konsultën e mjekes dermatologe, doktoresh Albana Lufi. Dermovita, lëkura juaj në duar të sigurta. Arti i kulinaris është kudo. Është në duart e tyre. Është tek ajo që bëjnë. Është tek ajo që mësojnë. Ju do i shijoni dhe jetoni mësimet në një vend që po drejtohet për nga turizmi. Kuzhina do t'jetë më shumë se një punë. Do t'jetë arti më i kërkuar. Në shkollën Royal të kulinaris, ne përgatisim artist, jo thjesht kuzhinier. Jemi rikthyer sërish në këndin universitar pas një hapësire të shkurtër publicitare. Jemi me Fabian Pietrin, pedagog aktualisht në Universitetin Kristal, dikurish student, i rritur profesionalisht pikërisht në këtë institucion arsimor. Fabian, e ndërsa unë dalëm tek jeta studentore, tashmë jemi në një tjetër etapë. Ju jeni pedagog. Pikë së pari do doja dija si ka qenë dhënia e lajmit që ju do të ishit pjesë e stafit akademik, si e keni përjetuar ju, emocionet e para dhe cili ka qenë personi i parë që ju ka thënë? Po. Unë më të marruar në Universitetin Kristal studimet për bachelor dhe studimet master në vitin 2012 me rezultate shumë të larta, më erdhi një ofertë nga dekani i Fakultetit të Ekonomisë. Dhe përveç këtij një profesor tjetër, që ishte shef departamentit menaxhimit, profesor Ilyas Mehmeti, më ofroi këtë mundësi, më tha ti po t'jepet mundësia që të vazhdosh, të japesh, të kontribuosh për universitetin i cili ndikoi në formimin tënd profesional dhe më tha për lëndën që unë do merra përsipër. Si e përjetuat këtë moment? Të them të drejtën, në fillim ngela më bë shumë qivi, po isha edhe çik kështu i tensionuar thash. Por e dija që isha i aftë që ta jepja atë lëndë, pasi kisha studiuar goxha tema ime e diplomës përmand element nga kjo temë dhe plus kësaj kisha bërë edhe studimet e tjera, të cilat më kanë ndihmuar në arritjen e formimit tim në atë lëndë ku unë kisha kërkuar. U realizua një dëshirë, sepse ju e keni thënë edhe në ato profilin që ne prezantuam më parë për gjithë shikuesit. Ju keni thënë që unë kam pasur ëndër, kam pasur dëshirë, shpeshherë i keni ndihmuar dhe studentët e tjerë që keni patur në grupin tuaj, duke i shpjeguar gjërat të cilat ata ndoshta nuk kanë qenë aq të formuar sa ju. Po, me të them drejtën, kjo ka ndikuar dhe më plotësua një nga dëshirat edhe që kam pas që nga momentin që kam filluar universitetin, studimet në universitet, që të bësha pedagog. Ky ka qenë një nga parimet e mia, më fjalë, dhe mësoja më shumë se sa të tjerët, mësoja më fort, mora më të zgjatura për të arritur këtë qëllim. Personi i parë që ja keni thënë nga familjarët? Babaj. Edhe babajt ju bërë shumë qefi me këtë, që momentin që vete mora lajmin... Unë ndje krenar për ju. Normal. Momentin që mora në telefon dhe ja dhash lajmin babajt, ju bë shumë qefi, më thate lumt dhe të uroj suksese, si çdo prind. E kishit pak ankthim më pas se si do t'ishe në një sallë tashmë me një tjetër status? Si do të krijoje raportin me studentët? Të them të drejtën, është gjithmonë ankthi një pune të re kur fillon dhe është momenti i ankthit parë kur thua si do dalë, si do shkoj, si do jesën, do ju pëlqej studentëve mënyra shpjeguarit, por të them të drejtën, të gjithë pedagogët si të departamentit financë dhe të menaxhimit dhe poshtë të administrimit publik më kanë qëndruar afër. Dhe me ndihmonin, si për shembull profesor Bashkim Berberi më kanë ndihmuar, më thonte, këto element duhet i shikosh me mënyrë më të veçantë, me përparësi dhe shumë elemente të tjerë. Kam profesorë të cilët më kanë ndëjë të afër. Dhe përveç kësaj kam pas një avantazh tjetër që
shkoja në klasën e çdo pedagogu kur kisha kohë të lirë dhe i dëgjoja mënyrën e të shpjeguarit të tyre. Diçka se pak studenta bëjnë. Thjesht për të marrë element nga mënyra si shpjegojnë këto profesorë. Eksperiencë. Përveç kësaj, krahas në Universitetin Kristal, shkoja dhe dëgjoja edhe profesorë të tjerë në Universitetin e Tiranës ose në Universitetin Bujqësor. Kam shkuar dhe kam dëgjuar profesorë të cilët për të marrë element në mënyrë shpjeguarit. Për shembull mund të përmend Zysh Vjollca Hysinit, i cili ka qenë dhe shefe e departamentit në marketing pranë Universitetit të Tiranës, edhe ajo ka ndikuar shumë në formimin tim profesional. Fabian, nëse do të ndalesh tek mësimdhënia, lënda që ju jepni aktualisht? Lënda që jep aktualisht quhet kontabiliteti i drejtimit. Është një lëndë e përgjithshme që zhvillohet në vitin e tretë në ciklin bachelor në departamentin e financës. Është një lëndë e cila përmbledh njohuritë e disa viteve, pra studimeve që kanë realizuar më përpara. Përmban element nga kontabiliteti i kostos, nga analiza financiare, element nga drejtimi financiar, nga investimet. Është një lëndë komplekse e cila në themel të saj ka mënyrën se si do drejtohet një subjekt ekonomik. Ky është qëllimi i kontabilitetit të drejtimit. Ju e keni thënë edhe në intervistat e shkurtra që keni dhënë pra për atë insert që ne dham në fillim. Dhe keni thënë një gjë interesante, është modesti, por është thjeshtësi, po sigurisht këtë e bën më të bukur një person i cili ja del, apo jo? Ju e keni thënë që pedagogët gjithmonë mbeten student. Dhe në qoftë se do ta lidh me kontributin tuaj aktual, si e bën Fabiani një lëndë interesante? Po, fjalë krahas leksioneve që është literatura bazë, e cila zhvillohet, unë mundohem që të gjej edhe literaturë të huaj dhe për lëndën time ka. Dhe kam gjetur mendimin e profesorë të ndryshme që më kanë ndihmuar dhe tentoj që ti përmbledh edhe leksione, që mos e bëj leksionin rutinë, pasi duke qenë se jam edhe vetë student dhe di se çfarë kërkojnë studentët dhe kërkoj të jap esencën, gjërat thelbësore dhe më pas t'i shtjellojmë gjërat. Një ndihmës të veçantë, me fjalë krahas literaturës bazë, gjën shqiptare kam gjetur edhe literaturën që është përdorur në Oxford, më kanë ndihmuar profesor të departamentit financë dhe kjo ka ndikuar që edhe leksionet të jenë më komplekse dhe më bashkëkohore që të përshtaten sa më mirë. Të përditësuara, po dhe që studentët që studiojnë në Universitetin Kristal të njehen edhe me të fundit, me gjërat, njohuritë e fundit që merr nga shkenca financës dhe jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë territorit të saj, që të jenë të formuar, të kenë bagazh. Sa rëndësishme është puna me literaturën tjetër, që ju e thatë, vazhdimisht domethënë i referohen në Oxford, modelit amerikan, një ndër modelet më të mira, dhe është e kollajshme ta gjesh në bibliotekën që ofron Universiteti Kristal, qoftë për pedagogët apo edhe për studentët? Po, në bibliotekën e Universitetit Kristal ka një larmishmëri të madhe botimesh shkencore, për sa i përket Fakultetit të Ekonomisë, pasi aty jam më shumë i përqendruar. Ka dhe për lëndë, ka dhe për degë të tjera, goxha botime, sidomos për mjekësim, por unë jam i fokusuar te Departamenti i Financës dhe kryesisht në Fakultetin e Ekonomisë. Në profilin tuaj. Në profilin ekonomik. Por mund të gjendet një pjesë mirë dhe e madhe informacioneve gjendet në bibliotekën, pasi biblioteka updatohet her pas here. Pra, sjellin botime të reja të profesorëve nga më të ndryshëm, krahas botimeve shqiptare dhe botimet e profesorëve të huaj ndërkombëtar. Përveç kësaj, në Universitetin Kristal ka një shumëllëshmëri revistash ekonomike të cilat vijnë her pas here botime dhe ndodhen një tirazh jo shumë të madh, por ekzistojnë. Një pjesë e madhe e informacionit gjendet pranë bibliotekës. E duke qëndruar në raportin student-pedagog, si jeni si pedagog, si e vlerësoni veten, që do të thotë i rept, i ashpër, shumë kërkues? Të them të drejtën, unë jam një ndërthurje ndërmjet një pedagogu dhe një studenti.
pasi akoma nuk e kam rritur të bëj. Jeni në hapat e para, sigurisht ju e thatë. Dhe unë personalisht kërkoj që paktën të studentit diçka që e shpjegoj të arrijë që të kap esencën, thelbin. E vërtet që nuk kam tendencë që t'i ndeshkoj studentët, tentoj që me studentët të shkoj sa më mirë dhe procesin të realizoj në mënyrë të tillë që vetë studentët të arrijnë të thithin sa më shumë nga lënda ime. Por, me fjalë, qëllimi im nuk është që t'i ndeshkoj studentët. Është shumë bukur kur ka pedagog të rinj sepse japin shpirtin, japin atë pasionin, atë energjin, jo se pedagogët e vjetër nuk e kanë, por gjithsesi rinia ka më tepër grintën apo jo. Po, ne jemi paktën profesor të ri dhe siç jam në rastin tim, kemi edhe tendencën që të jemi sa më shumë kërkues ndaj vetes dhe kërkues ndaj studentëve. Vetë si person vazhdoj edhe vetë studimet e ciklit 3 doktoraturë dhe kërkoj që sa më shumë të kualifikohem, pasi është një kërkesë dhe të jesh i abdetuar me dhënat e fundit për sa i përket fushën ekonomike. Pasi ekonomia, siç dihet, lëviz në qindrat e sekondës, po shikoni bursën dhe çdo gjë janë në lëvizje të vazhduar dhe kërkojnë që edhe njëri të abdetohen dhe të rifreskohen herë pas here. Fabian, do të ndalemi edhe aktualisht tek procesi jote i doktoraturës, sepse sigurisht vazhdon puna, por unë do t'i ftoj shikuesit të ndiqin një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në këndin universitar. Ju keni një rrugë përpara. Rrugën e dijes. Eje dhe ti, studiu me ne në Universitetin Kristal, këtë vit të ri akademik. Fakulteti Shkencave Mjekësore, Fakulteti Inxhinierisë, Fakulteti Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, Fakulteti Ekonomisë, Fakulteti i Arteve, Universiteti Kristal, i akredituar institucionalisht. Projekto të ardhmen tënde. Shëndeti juaj dhe i familjes tuaj është diçka e çmuar që meriton të gjithë vëmendjen. Për ta garantuar atë, INSIG vjen me një risi unike të thjeshtë dhe ekonomike. Paketa e sigurimit të jetës dhe shëndetit është shërbimi më i ri i INSIG që kujdeset për ju në mënyrë të veçantë. Siguroni jetën dhe shëndetin tek INSIG. Është bukur t'i besosh atij që vërtet të njeh. INSIG, i madh dhe i sigurt. Bizol. Vaj gjeneratës së re, gjithmonë grin. Vaj motorit Bizol, do të thotë, kujdes profesional për çdo lloj motori. Bizol Grin. Një gamë plot vaj gjerman që siguron qëndrueshmëri, besueshmëri dhe një produkt të përsosur për motorin e mjetit tuaj. Bizol, një hap përpara. Bizol Grin, distributor zyrtar në Shqipëri. RGSHA. Mirdita, 67 litra të litra. Dhe karta nuk mungon, ha? Gjithmonë me vete, përfitoj shumë. Urdhroni, 68. Faleminderit. Sigur thatë 67. Po shkarta bonus, sa herë që mbush makinën gjithmonë përfitoj litra fale. Okej, atëherë. Gent, ku po shkon? Po i të regjistrojmë edhe unë. Mirë do ta bësh. Kastranti dhe makina jeton gjatë. Klinika dermatologjike dhe estetike Dermovita ofron këto shërbime: vizita dermatologjike, trajtimi akneve, ekzaminimi nishaneve me dermatoskop, ekzaminim dhe trajtimi rënjes së flokëve, peeling kimik, trajtimi djersitjes, depilim me lazer, botox dhe fillers, trajtimi kallove dhe i mykut të thonjve, dopsim, për 10 ditë mund të humbisni 5 kg, trajtim anticelulit, masazhe, pastrim dhe trajtim fytyre, testim dhe përcaktimi tipit të lëkurës, maska të llojeve të ndryshme për fytyrën. Të gjitha këto në pranin dhe konsultën e mjekes dermatologe, doktoresh Albana Lufi. Dermovita, lëkura juaj në duar të sigurta. Arti i kulinaris është kudo. Është në duart e tyre. Është tek ajo që bëjnë. Është
tek ajo që mësojnë. Ju do i shijoni dhe jetoni mësimet në një vend që po drejtohet për nga turizmi. Kuzhina do t'jetë më shumë se një punë, do t'jetë arti më i kërkuar. Në shkollën Royal të kulinarisë, ne përgatisim artist, jo thjesht kuzhinier. Jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur këndin universitar. Me mua sot është Fabian Pietri, pedagog në Universitetin Kristal, ish student i dikurshëm. Fabian, e lam tek objektivat. Ju e keni nisur ta zbatoni një objektiv dhe bëhet fjalë për procesin e doktoraturës, apo jo? Jeni tashmë pjesë e këtij procesi dhe po e ndiqni doktoraturën tuaj në Universitetin Bujqësor të Tiranës, apo jo, Fabian? Atëherë, ndalemi pak tek kriteret që ke plotësuar për të ndjekur doktoraturën, raporti që keni krijuar atje dhe si është kjo eksperiencë? Po, me të mbaruar studimet master në vitin 2012 pranë Universitetit Kristal dhe sapo fillova punë pranë këtij universiteti si pedagog, edhe unë, si gjithë kolegët e mi, vendoset që të aplikoja për të përmirësuar më tej në studimet e mia. Dhe në vitin në fund të 2012-s aplikova pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës për të vazhduar studimet e ciklit të tretë doktoraturë. Ku pranuat apo jo? I kishit përmbushur të gjitha kriteret? E kisha përmbushur dhe pse ishin një shumëllëshmëri e madhe kriteresh, arrita që t'i përmbush, që nga kërkonin element të ndryshëm, mesataren të lartë nga shkolla bachelor, cikli 3 vjeçar pra bachelor dhe nga cikli master, kërkonin një temë dizertacioni me notë mjaft të lartë. Ishin një ndër kriteret, kishin kriteret të tjera, vendin ku punonin, unë kisha avantazh këtë pikë pasi isha staf akademik pra në Universitetit Kristal. Kërkonin disa rekomandime nga profesor të shuar, unë i mora si nga Universiteti Kristal, si për shembull profesor Iljazi, dhe kam marrë dhe nga Fakulteti i Ekonomisë lart nga profesorë të cilët më kanë dhënë mësim, nga Sherif Bundo dhe profesor të tjerë. Mora disa rekomandime. Po për sa i përket pjesëmarrjes në konferenca, ka qenë një ndër kriteret? Dhe konferencat, pjesëmarrjen e konferencave ndikon dhe pozitivisht, janë element plus të cilët ndikojnë në pikat totale që do vlerësohet studenti që është aplikant. E si ka qenë kjo eksperiencë këtu në Kristal? Unë kam marrë pjesë në disa konferenca këtu në Kristal që janë zhvilluar brenda ambienteve akademike të Universitetit Kristal, po kështu kam marrë pjesë edhe një konferencë në Strasburg, në të cilën pata mundësinë të shikoja një rast krimi ekonomik pranë gjykatës së Strasburgut, një evazion fiskal, një çështje të caktuar. Udhëtimi që organizoi universiteti me studentët? Po, me një numër të kufizuar studentësh të përzgjedhur, isha pjesë edhe unë e këtij udhëtimi. E si po ecën kjo doktoraturë? Si jeni ndjer? Po. Të them të drejtën, doktoratura më ka ecur mirë. Një vit është shkollë doktorature dhe 2 vjet kam përgatitjen e temës të dizertacionit. Dhe kam dhënë një numër të caktuar provimesh dhe kam dalur goxha mirë. Si jeni ndjer në raport edhe me kolegët tuaj, të cilët mund të kenë përfunduar studimet e larta në universitete të tjera, qoftë publike apo edhe jo publike të vendit? Kuptoj. Ndjesia e të qenurit me kolegë të ndryshëm, të thënë drejtën, nuk kam parë veten në gjendje normale, nuk kam pas diferencë me ata. E vërtet që pjesa dërmuese kolegëve të mi, që janë në doktoraturë, kanë moshë dhe eksperiencë më të madhe se sa unë, pasi unë jam rast i veçantë. Për shkakun se kam edhe moshë më të vogël se sa këta persona, por për arsye që unë kam pas një ujë të freskëta nga studimet që kam bërë në Universitetin Kristal, kjo më ka favorizuar në raport me ata. E vërtet që ata kishin eksperiencën dhe e kanë, pasi punojnë në fushat të ndryshme, financiare, por në kam një avantazh tjetër, një ujë të freskëta dhe vullnetin e madh, që mundohem që të jap maksimumin. E për të arritur një ëndër,
Çfarë duhet? Duhet vullnet, duhet këmbgulje, duhet të dish të bësh zgjedhjen e duhur në një institucion i cili ka infrastrukturë, ka akademik, të gjitha këto komponent bashkë, si e mendon ti, Fabian? Të them të drejtën, unë e vendos vetes një objektiv dhe për të arritur këtë objektiv duhet një shumëllëshmëri faktorësh, që nga ambicia vet, do të mundohesh shumë të japësh maksimumin për të arritur këto objektiva, do të kesh një përkrahje të caktuar, një mbështetje. Në Universitetin Kristal kjo mbështetje më ka ardhur, pasi më kanë ndihmuar të gjithë pedagogët, si të rinj, si dhe të vjetër, të cilët më rrinë afër dhe më orientojnë se si unë të arrij rezultate sa më të larta në një mënyrë sa më të shkurtër. Pra, më ndihmojnë që të shmang disa rrugë të cilat nuk sjellin rezultate kaq të larta në periudhë kaq të shkurtër. Pra të gjitha bashkë? Të gjitha bashkë dhe duhet disa fat, goxha fat. Atëherë, unë të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në procesin e doktoraturës, por edhe në jetën akademike, një jetë gjatë akademike, sigurisht, edhe suksesa. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, bisedës me Fabianin i erdhi fundi. Dikush ja doli fal ambicjes, vullnetit, fal edhe zgjedhjes së duhur të një institucioni i cili ofron mundësi të pafundme. Mund t'ja dilni dhe ju. Në takimin e ardhshëm të njëjtën. Deri atëherë, miru takofshim.